Zona kodrinore e Lushnjës, duke nisur nga Thanasa i Buzlumit Shkumbin dhe përfundon në kodrat e ujëmbledhësit të Thanës, ka të kultivuar rreth 500.000 rënj ullinj. Fermerët e kësaj zone prej disa ditësh, në varësi dhe të varieteteve të ullinjve, kanë filluar vjeljen dhe përpunimin për vajin e ri. Këtë vit bujqësor, prodhimi i ullirit, krahasuar me vitin e kaluar, ka një rënje në sasi në masën 40 deri në 50% sipas zonave, por cilësia e vajit është më e lartë. Sipas fermerëve, rënja drastike e sasisë së prodhimit të ullirit ka ardhur si rezultat i ndryshimeve klimatike dhe kryesisht të thatësirës së tej zgjatur në muajt korrik dhe gusht. Rënja e prodhimit i penalizon kultivuesit e ullirit, pasi kostoja është i njëjtë për njësi të sipërfaqes, ndërsa prodhimi i ulët dhe me çmim aktual me 700 lekë për litër nuk krijon të ardhurat e parashikuara për ekonomitë familjare të fermerëve. Ndër të tjera, një fenomen i shfaqur prej vitesh në sektorin e bujqësisë është dhe mungesa e fuqisë punëtore, qoftë për shërbime apo edhe në këtë periudhë të vjeljes së prodhimit. Kemi një javë që kemi nisë sezonin e ullirit, vajt ullirit, ke fabrika Matjani. Vaj është shumë cilësor këtë vit, problemi është që kemi pak ullir. Ndikon në një të çmimi. 7.000 lekë, mund dhe 8.000 lekë, 7.500, 6.500. Te nuk e cëtojmë akoma ne. Është 20% të vjeçmi. Në vjetë, për shumë, kemi pas 2.000 kujtal, si mjetë kemi 500 kujtal. Është shumë i dobë si mjetë. Po vjellë ullit? Po, sot kemi ditën e tretë vjeljes, edhe si vjetë sezoni ishi qik i pakët, i shumë dobët si vjetë. Vjetë kemi marrë goxha prodhim, kemi hecur mirë, po si vjetë shikojmë shumë pak prodhim. Si vjetë ka qenë shumë thatësinë madhe, ka qenë shumë koha domethënë ngrohtë, edhe rreshtet e shiut nuk kanë hecur mirë, prandaj ka qenë prodhimi i pakët. Jemi shumë dobët, as gjysma prodhimi nuk kemi. Vjetë kemi shkuar të 12 ton vaj, si vjetë marrim 12 ton vaj prodhuar. Prodhuar, vjetë si vjetë s'kemi 3 ton, 4 ton vaj. Kaq pa heqim për momentin, po presim ta arrisim akoma edhe 8.000 se nuk ka prodhim. Nuk ka, ishi pakët. Prodhimin e ullirit këtë vit? Për momentin nuk është, për këtë vit nuk është mirë, duke krahasuar me vitet e tjera. Si cilësia është i mirë si vaj, po rendiment nuk ka. E vetë në 18 kujtal që vola vjetë, si vjetë mund të kemë 20% e vitit kaluar, po. 100 lekë nuk është shumë, por do të ishte me i lartë, si pas çmimit, si pas prodhimit. Po, do dalim aty, këndaqemi me pak.